ikona shqiptare e stilit dhe bukurisë, Luana Vjollca, pritet të jetë një nga emrat më të spikatur të festivalit të modës në Dubai Mall, një event madhor që mbledh figura të rëndësishme të industrisë së modës dhe bukurisë nga e gjithë bota. Ajo do të marrë pjesë si e ftuar speciale në një panel të dedikuar ndërtimit të markave të suksesshme, duke ndarë përvojën e saj personale dhe profesionale në këtë fushë gjithnjë e më konkurruese. Luana do të ngjitet në skenën e Dubai Mall Grand Atrium në intervalin 14:00-14:45 si pjesë e panelit me titull Nga vizionit e marka. Ky diskutim synon të hedhë dritë mbi rrugëtimin nga një ide kreative drejt krijimit të një biznesi të strukturuar, të qëndrueshëm dhe me identitet të fortë në tregun ndërkombëtar. Paneli do të fokusohet në sfidat, strategjitë dhe vendimet kyçe që përcaktojnë suksesin afatgjatë të një marke, më shumë se sa një prezantuese e suksesshme dhe figurë e njohur televizive. Luana Vjollca është sot një emër i konsoliduar në botën e sipërmarrjes, duke qëndruar pas markës Lulu, e cila ka sjellë një frymë moderne, ambicioze dhe inovative në industrinë e bukurisë. Me vizion të qartë dhe fokus strategjik, ajo ka arritur të ndërtojë një markë që reflekton stil, cilësi dhe identitet bashkëkohor. Pjesëmarrja e saj në këtë festival prestigjioz shënon një hap të rëndësishëm në pozicionimin e Luanës si sipërmarrëse në skenën ndërkombëtare, duke forcuar praninë shqiptare në një treg global me ndikim të madh. Ky angazhim konsiderohet gjithashtu një dëshmi e evolucionit të saj profesional dhe e aftësisë për të kaluar me sukses nga ekrani televiziv në botën e biznesit. Festivali i modës në Dubai Mall pritet të mbledh emra të njohur, dizajner, sipërmarrës dhe lider të industrisë, duke e shndërruar këtë event në një nga momentet më të rëndësishme dhe më të ndjekura të modës në rajon, ndërsa prania e Luanës shton edhe më shumë vëmendjen dhe interesin ndërkombëtar. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.